Vitin e kalum është bën një studim, quhet ESPAD, cili është bën 38 shtetet në Evropë, është bën edhe në Kosovë. Ajo që neve na ka shqetësu mas shumë të ka qenë 10% të nxënësve 15 vjeçar, për shkak se hulumtimi është bën me nxënësa 15 vjeçar, 10% prej tyre kanë tregu që ndonjëherë kanë pas kontakt me një substancë caktuar, që është shifër kogja e madhe, kogja e lartë. Mire, rrëk. Fatmirësisht brenda shkollës, këto vitet e fundit nuk ka më përdorim të droga, ka raste të izolume mirë, po zakonisht ndodh jashtë shkollës. Më thonë pasi ta kryjnë ciklin mësimor. A është e vërtet që këto kioskat afër shkollave gjitha po shesin drogë, cigare? Cigare po, edhe vejpat për shambull në hulumtim ka do që 14% të nxënësve 15 vjeçar kanë përdor vejpa ose cigare elektronike. Jo elektronike, Po çfarë? Po flasë për substancë. Drogën që është bari. Po shumë e qartë. Ka pasë raste ma heret ku në për kioskat ndryshme, ka pasë raste aksionet të policisë. Tash nuk ka dhe më Mirë po jo, nuk ka asi lloj rastesh. Mirë po qka është... Qka neve na bën me ushqetësu... Qka neve na bën me ushqetësuar delikvencë dhe kriminaliteti tek të miturit. Për shembull ka grupe të strukturume në Evropë që kanë rekrutu fëmijë prej Ballkanit për me kry shërbime të trafiku të droga deri te vrasjet ka ndodhur në Belgjik, në Holand, në Francë edhe Suedia e ka punën mas keqe ku fëmijë 2-13 vjeçar janë rekrutu për me kry vepra të rënda penale për shkak se me kod për të mitër, me kod penal ata nuk kanë. Çdo shtet ka edhe qendra, sidomos për Suedi, e di sakt, i kanë qendrat e riedukimit ku i shojnë Suedia i ka punë shumë keq. Po folim na për